oficerëve kroat në ndërtimin e forcave të armatosura, të Shqipërisë po ashtu, dhe mos të harrojmë populli kroat edhe kur nuk e di çfarë moshe ke qenë atëherë, por në vitin 90, domethënë me 2 korrik është shpallë pavarësia, me 5 korrik është bë terr Kosova. Me televizione, me radio, me punë, me gjitha. Dhe drejtarën e parë të informimit e ka qenë Zagrebi. Prandaj, kjo është, si më thënë, etablu me vitet të tëra dhe kjo marrëveshje do të mundsoj krahas forcimit mbrojtjes, bashkëpunimin në fushën e industrisë mbrojtjes. Do të arrisë edhe ndërveprueshmërinë ushtarake mes shteteve tona, forcave tona, qoftë përmes edukimit, shkollimeve, ndërsjella. Dikush thot çka ofron Kosova, ne kemi qendrën e ekselencës. Do të jetë qendër ndërkombëtare e trajnimit dhe edukimit në fushën që mbulon qendra e ekselencës e ushtrisë Kosovës. A shihni edhe këtë si një nismë që bazohet edhe në situatën që është pra në Evropë. Po vi edhe aty. Lufta në Ukrainë dhe Rusi dhe kërcënimet që vinë në vazhdimsi nga shteti serb. Po vi edhe aty. Trajnimet mund të jenë po ashtu, një ndërveprueshmëri e mirë mes këtyre shteteve, do të thotë që i shkëmbejnë luftëtarët, ushtarët, dhe do të jenë edhe stërvitjet e përbashkëta ushtarake në territor, janë 2 shtetet NATO-s. Dhe detyrimisht se kanë miratimin e NATO-s derisa kanë filluar një nismë të tillë, dhe unë besoj se shumë shpejt duhet të integrohen edhe shtete të tjera, Bullgaria veç përflitet se do të jetë pjesë, Mali i Zi duhet ta shqyrtoj pozicionin e vet as pjesë e NATO-s, nuk mund të jetë peng i një qeverie dhe një kryeparlamentar që i ka pro-rus, duhet ta bëjnë ndryshimin me zgjedhje apo si e bën është çështja e saj, pastaj edhe shtetet tjera në rajon. Pra është një nismë e mirë që unë e përshëndes dhe duhet të avancohet. Kosova bëri një hap tillë të mirë edhe para disa ditësh me SHBA-n. Pra na ofroi mundësinë SHBA-ja që të përgatisim një draft të nevojave të forcës së Kosovës për të avancuar në formësimin e tyre dhe përmbylljen e kapaciteteve plota operacionale. Tani veç po hym fazën e tretë të avancimit edhe në teknologji që janë flota ajrore. Tani do të krijohet në fazën e tretë dhe kështu do ta përmbyllim atë ciklin e krijimit të forcave të armatosura. Sa i përket kontekstit gjeostrategjik, geopolitik, po, zhvillimet në Ukrainë, zhvillimet me theks pas ardhjes së administratës Trump, e kanë imponuar nevojën e kujdesit të shteteve edhe për sferën e mbrojtjes në kuadër të buxheteve të tyre. Tani ju e dini zhvillimet në raportet State Department dhe Bashkimi Evropian, dhe Bashkimi Evropian e ka marrë mesazhin e qartë dhe ka bërë hapat e parë kryesuesja e Këshillit të Evropës, që ka propozuar veç diku mbi 800 miliard do të jenë investimet në fushat e mbrojtjes. Unë mendoj se kjo është një sinjal i mirë dhe do të shohim se Kosova sa do të mundet me etablu tani kapacitetet e veta në kuadër të arkitekturës të mbrojtjes që po krijohet në Evropë e me theks të veçantë. Por a rrezikon ky zotim, pra, ky nënshkrim i kësaj deklarate të përbashkët që të mbetet vetëm në letër apo jo, zoti Veliç? Jo, nuk mund të mbetet në letër se ne veç jemi në bashkëpunim. Shqipëria dhe Kroacia janë në Kosovë, në kuadër të NATO-t, NATO Advisor Liaison Team, janë në Kosovë. Kontingjenti kroat dhe shqiptar dhe të gjitha pjesëtarëve të NATO që janë në atë kontingjent, ndihmojnë në mënyrë permanente ndërtimin e forcave të armatosura të Kosovës. Kjo veç sa e shton dhe krijon mundësinë e krijimit një arkitekture mbrojtëse brenda rajonit që do të sfidojë çdo rrezik. Çdo rrezik që cënon sigurinë në rajon. Po flasim për Evropën juglindore. Nisma diplomatike e Kroacisë është për Evropën juglindore. Nuk lidhet konkretisht me Ballkanin, edhe pse takojmë në Ballkan. Edhe diçka tjetër. A lidhet konkretisht edhe me Serbinë? Edhe një diçka. Natyrisht po apo jo? Veç një diçka. Unë thash, do të sfidoj çdo rrezik që cënon rajonin. Në qoftë se është Serbia rrezik, edhe rrezik në këto gryka zjarresh hyn edhe rrezikun nga Serbia. Por kjo manen mend. Nuk është pakt ushtarak. Këto janë marrëveshje të bashkëpunimit tripalësh në fushën e mbrojtjes. Nuk është pakt ushtarak. Çka mendoj unë? Që është dallim i madh apo jo? Dallim i madh se kjo mundu me interpretu Serbia se po bën një pakt ushtarak kundër Serbisë, jo. Një pakt ushtarak për forcim të mbrojtjes, arkitekturës mbrojtjes rajonale në Evropën juglindore, ndaj çdo rreziku që sfidon sigurinë e rajonit. E tash nëse Serbia shë vetën rrezik për rajonin, atëherë duhet ta shqyrtoj pozicionin e vet, sepse pretendimet e saj për qenë hegemon ushtarak në rajon do t'i shkojnë hoq. Unë nëse zgaboj në për studiot juaj e kam thënë, një ditë populli i Serbisë ka me gjyku Vučićin dhe qeverisin e tij se ka investu
pjesën më të madhe të buxhetit në krijimin e armatimeve, blerjen e aeroplanëve të krejt, artillerisë, sistemeve raketore nga Rusia, prej atij S-200 deri në S-800 dhe kam shtruar edhe unë atëherë pyetjen edhe po shtroj tash. Çka do t'i duhen? Kundër kujt? Kënd do ta sulmoj? A guxon me sulmu Kroacin? Jo. Shtatori i NATO-s, a guxon Malin e Zi? Jo. A guxon Kosovën? Jo. Shtetet tjera për rreth? Jo. Pra, por kjo është përgjigje pra. Pra, kjo para përgatitje. Shife, kjo është tregues ndaj Serbisë se s'mund të bësh hegemon. Sepse nëse ti cenon Bosnën përmes, shife, Serbia ka një mekanizëm të keq i cili do t'i kthehet në bumerang vetë Serbisë dhe do ta shkatroj vetë Serbinë, e janë keq trajtimi i komuniteteve jo serbe brenda territorit vet, por edhe keq përdorimi, instrumentalizimi i komunitetit vetë serb brenda territoreve të tjerëve. Në Republika Srpska, në Kosovë, në Malzi e tjera. Pra, këtë destruktivitet do t'i kthehet në bumerang dhe do t'a shkatroj atë. Po i shifni lëvizjet brenda në Beograd. Filluan Novi Sad. Kasusbeli ishte një beton që ra atje. Po ai ishte vetëm një shkas. Edhe protesta masive pastaj. Përndryshe, lëvizjet masive pastaj kanë në prapavi kanë një diçka tjetër. Shumë herë po shfaqet një autonomi më avancuar për Vojvodinën. Sepse aty janë diskriminuar deri në asimilim gjermanët, hungarezët, rumonët e tjerë që jetojnë atje. Njëjtë është situata me shqiptarët në komunat jugore të Serbisë, që janë territorë autentike, autonome, autoktone shqiptare, dhe popull autoktoni atij vendi. Qoftë Kosovë Lindore, qoftë Sanxhak, qoftë Prokrup, Nish, këto janë popull që tash ju i keni pa ai Imamović atje që po përfaqëson Sanxhakun. Ai po flet hapur për një autonomi dhe kushtetuta serbe ja u lejon me pas një autonomi në territorin e Serbisë. Pra nuk do të mundet me i diskriminu ma komunitetet jo serbe dhe fundi i Serbisë do të jetë pikërisht këtu. Kurse i Vučićit, ashtu siç ka ardhur me një rrugë të keq përdorimit votës e tjera, ashtu do ta thyej qafën. Por populli serb duhet ta dinë, Vučići është personi i fundit që po vazhdon shkatrimin më herët Miloševićit këtë Jugosllavisë, ky edhe të Serbisë. Me politikat e gabuara që kanë. Vučići dhe regjimi i tij po e quan provokim këtë deklaratë tre palë.